seancën e javës të kalume, për shembull kur është mbajt gjykimi i krerëve të UÇK-s në seancën e fundit, kemi qëndru para objektit të gjykatës speciale që me siguru pamje të kësa vetura të speciales, i fusin brenda objektit të gjykatës Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin edhe Jakub Krasniqin. Megjithatë në atë moment janë paraqit disa pjesëtarë të sigurisë, polic, pjesëtarë të sigurimit Ministrisë Drejtësisë apo Ministrisë Brendshme të Holandës, të cilët kanë kërkuar që mos me u agjiru fytyrat. Edhe në fakt këtë lëvizjen e shpesht kemi mujt me vret me njëherë qysh kur jemi shku edhe jemi pozicionu ofër gjykatës. Tash po du me lëshu disa pamje për shembull, cilat e dëshmojnë nivelin e sigurisë që përdoret në rastet të kur krerët të UÇK-s shkojnë në gjykatën speciale. Nëse mundi me vret, për shembull në këtë moment janë 2 vetura, një tipit Mercedes dhe një Range Rover që pozicionohen nën urën e cila është ofër gjykatës speciale. Këto 2 vetura më pas e bëjnë koordinimin e të gjithë pjesëtarëve të sigurisë dhe le të themi përcjellën ambientin nëse ka ndonjë lëvizje të pakontrolluar përgjatë kohës që krerët të UÇK-s futen në gjykatën speciale, do të thotë masa strikte të sigurisë. Janë këta 4 persona më pas, të cilët e bëjnë koordinimin e gjithë kësaj hapësire të sigurisë, bllokimin e rrugës në momentin që krerët të UÇK-s arrin edhe futen brenda objektit të gjykatës speciale. Është edhe një detaj tepër i rëndësishëm për shembull, që mund të shihet në këto pamje. Kjo është rruga pra ku futen veturat dhe kjo është niveli njerëzve që lëvizin me bicikleta në orët e mëngjesit kur nisin seancat e gjykatës speciale. Ashtu si që shpëmoni me pa, do të ka një dyndje të madhe të njerëzve, megjithatë, në momentin kur veturat bëhen gati të kalojnë, pra kur arrin Hashim Thaqi, Kadri Veseli dhe të tjerët për të futur në objektin e gjykatës speciale, pjesëtarët e sigurisë që i përmenda më lart dalin në të 2 anët e rrugës dhe e bllokojnë qarkullimin. Do të thotë në bazë ditore, çdo ditë kur ka seancë, ata pjesëtarët e sigurimit i bllokojnë shiritat e lëvizjes së ciklistëve për ta mundsuar futjen e veturave në objektin e gjykatës speciale. Ky është momenti kur veturat futen brenda objektit të gjykatës speciale. Do të thotë janë vetura civile, nuk ka ndonjë alarm ose diçka, dhe futen direkt në parkingun brenda që është të gjykatës edhe dera mbyllet me njëherë. Varësisht se si është lëvizja në hyrje-dalje të gjykatës speciale, nëse ka publik, nëse ka interesim të njerëzve, më pas kur përfundon seanca gjyqësore bëhet edhe largimi i Thaqit, Veselit, Krasniqit e Selimit. Në këto pamje për shembull që po mundeni tash me po, cilat po i lëshoj, është mënyra se çysh largohen ata prej objektit të gjykatës me vetura të tipave të ndryshëm. Janë veturat e njëjta pak a shumë që kanë qëndruar edhe në Nur në pamjet që i publikova pak më herët. Kjo është dalja kryesore do të thotë e gjykatës, hyrje dalja kryesore e gjykatës, ku varësisht pra se sa ka interesim, pjesëtarët e sigurisë e bëjnë zgjedhjen, megjithatë në këtë moment pra arrita me ndal bashkë në pikën e duhur, po mundi me pa që shoferi edhe pjesëtarët tjetër i sigurisë brenda janë me maska, do të thotë e kanë të mbuluar pjesën e fytyrës. Edhe kjo si një masë e sigurisë, ndoshta masë që dikush mundet me quajt e tepërt, pasi në Hagë nuk ka shumë interesim edhe lëvizje që mundet me cenu, ndoshta ose me mundsu ndonjë arratisje që pretendon prokuroria e Hagës të krerëve të UÇK-s, megjithatë është shumë interesant, munden më pa në momente të ndryshme që edhe këto shihet shumë mirë që janë me maska dhe në anën tjetër pasagjeri, pjesëtari tjetër i sigurimit i ulur përpara e mbulon fytyrën me dorë gjatë largimit pra prej objektit të gjykatës. Normalisht pasi të përfundojnë seancat në një distancë ndoshta në afat 5 minuta, është distanca prej qendrës së paraburdimit deri te gjykata dhe pasi të përfundojnë seancat, krerët të UÇK-s direkt shkojnë në qendrën e paraburdimit. Këto detaje kemi sjell vazhdimisht gjatë javës kaluar, por nëse keni interesim për me kuptuar më shumë se çfarë ndodh në ato që nuk shihen në kamerat e gjykatës speciale, juftoj me lexuar artikullin që mundeni me gjetë tash në koment, që është me titull ato që nuk shihen në syrin special të gjykatës speciale dhe është një rrëfim krejt personal që e kam bërë mbështetur në të gjitha zhvillimet që i kam përjetuar gjatë hyrjes dhe qëndrimit në objektin e gjykatës speciale në hapësirën për publikun edhe media.